Mbyllet në barazim 2-2 klasikja futbollit shqiptar për kategorinë U21, ndeshja e fundit e këtij sezoni me trajnerin e Vllaznisë Edmond Doçi, një ish futbollist i kampion me ekipin Kuqiblu Profesor. Një ndeshje e fundit, një mbyllje e sezonit, një barazim 2-2. Sa i kënaqur jeni për ndeshjen, pastaj në përgjithësi edhe një analizë për sezonin. Po, unë them drejtën, normalisht gjithmonë jam i kënaqur për ndeshjen, sepse është nësi kur ti bën ndeshje dhe normalisht aktivizohen lojtarët. Aq më tepër si ne kam shprehur shumë herë që ekipi 21 është për me pa lojtar dhe për me pa marrë minuta dhe lojtarët e ekipit parë, aq më tepër sa të nuk ishin, sepse normalisht ata janë gatshëm për finalforin e finalen edhe normalisht që nuk kena pretenduar me i marrë këtë ndeshje. Por i shohim elementin e ri që vijnë te 21-shat edhe shohim edhe performancën e tyre. E qartë që duhet me kuptu edhe ata vetë që janë ndeshje që ne bëjmë mendime për fundin e sezonit edhe për lojtarët që munden me shkullë më tepër me shkullë edhe në ekipin e parë. Gjithsesi, me këtë mbyllje të sezonit, me ato lojtarë që patet në dispozicion, mendoni se disa prej tyre edhe do të kenë progres për vazhdimsinë për ekipin e parë? Normalisht, gaci kjo ekipi i 21-shave për këtë pjesë është edhe normalisht që kena pa ato kena pa performancat e lojtarëve dhe normalisht që ne bëjmë relacionin edhe shohim se cilë lojtarë janë për ekipin e parë. Edhe normalisht kjo është edhe vlerësimi i sportistëve, prandaj duhet me vlerësu çdo ndeshje edhe sepse ato janë gjithkohë në vëzhgim derisa ta lajnë sportin. Unë jam shpreh edhe sportistëve që nëse ato duhen me luajtë futboll dhe jeta atyre është shumë e varur prej stërvites, prej ndeshjeve dhe normalisht do të lajnë shumë gjëra mbrapa që çdo njeri ka qef mi i bë, por kur je sportist disa gjëra ndalohen edhe kështu që duhet me kenë shumë përqendrim për më bë futbollista. Pastaj normalisht duke pas ndeshjet edhe ne edhe shohim edhe përqendrimin që kanë sportistat, bëjmë relacionet tona për me lojtarët që janë për me kalu te ekipi parë. Normalisht që ka, sepse Vllaznia ka gjithmonë element. Këtë pa shohim edhe në kampionat sepse jena ekipi nostra që lozi me lojtarë të akademisë në kampionat edhe është diçka e mirë edhe për klubin, por edhe për gjithë këto tri që merren në sport. Do të ishte me interes disa nga emrat që ndoshta mund të jenë në listën e asaj që ju po përgatisni për të dërguar në skuadrën e parë. Them drejtën, e di që ke qef me një gjuhë emra, por ka lojtarë shumë, sepse po ta shohim ka lojtarë si Kubazi, ka lojtarë si Ara, Hajdari, janë lojtarë shumë tjerë, është Gërbeti që ka paraqit shumë mirë këtë vit, janë edhe lojtarë që pastaj është Hagrepi që është një pjesë e ekipit 21, normalisht që ka lojtarë, mos them që ka dhe lojtarë të tjerë, por tonë pjesa kryesore jona që ata lojtarë duhet me vlerësu shumë, sepse duhet me vlerësu shumë stërvitjen, duhet me vlerësu dhe duhet me kenë gjithmonë gati për me shku te ekipi parë, sepse ito janë ndeshjet, ito janë edhe stërvitjet edhe normalisht ato duhet me kenë shumë përqendrim. Shpresoj që të djemë ta vlerësojnë maksimum edhe të vazhdojnë përpara sepse është një sport dhe është diçka e bukur edhe normalisht kur ta arrin edhe duhet me majt e kanë me pas se sa të vlerësuar kanë me kenë edhe për publikut, por edhe për njerëzve. Mes tyre përmendën edhe Xhoel Hajdari, një shtatlart i mesfushës zakonisht luajti sot, pash në fushën e lojës, por ka pasur një përvojë në Itali dhe është rikthyer, tashmë është përfundimisht pjesë e Vllaznisë. Ngaci, unë jam shpreh shumë për sportistat, edhe normalisht që një gjë duhet me kuptu, ata duhet me kuptu që jo çdo gjë të vjen vetë, edhe normalisht duhet me fitu çdo gjë, edhe klubi i Vllaznisë është një klub që mendoj që mundet me promovu lojtarë, edhe nuk është ndoshta se po shkon në Itali edhe po promovohesh më shpejt, duhet me bërë zgjedhjet e duhura dhe mendoj që Hajdari ka bërë zgjedhjen e duhur që rikthye te Vllaznia, sepse edhe ekipi i parë e ka mendjen te ai, edhe kështu që duhet vetëm puna e tij që me shku deri aty ku duhet. Puna e tij edhe shumë lojtarëve të tjerë, kështu që unë shpreha më përpara, shpresoj që këta lojtarë dinë me vlerësu, sepse tesh është momenti, tesh që duhet me ngrit stërvitjen e duhet me ngrit çdo përqendrimin, mos ta ulin sepse shohim që shpeshherë kjo që është pjesa më kryesore, ata ulin përqendrimin që s'duhet me ulë dhe është pjesa më themelore që ata duhet më marrë mes të vitet edhe me përqendrimin për me u bë futbollista. Me që jemi tek Hajdari, ka sinjale nga stafi teknik i ekipit parë të Vllaznisë që është në vëmendjen Vllaznisë për ta pasur vitin e ardhshëm në ekipin e parë.
Po, hajdari janë edhe shumë tjerë, të shpeja dhe ma përpara janë lojtarë që premtojnë sepse ne kemi kënaqësi nëse nxjerrim për ekipeve moshave nëse dalin edhe dy lojtarë është një fitim për ekipin e Vllaznisë dhe për Akademinë Vllaznia, kështu që unë mendoj që Vllaznia ka dhe më shumë i shpreha dhe emrat më përpara. Unë mendoj që janë në nënvëzhgimin e ekipit parë dhe pavarësisht se ata nuk kanë pas mundësi sepse shohim që ekipi parë ka ecë mirë dhe ka pas edhe aktivizim lojtarëve të ri që edhe po marrin pjesë te ekipi parë. Mendoj që vitin tjetër munden me kanë edhe këto, po ato si ato dy lojtarë ose tre lojtarë që janë aktivizuar gjithë vitin te ekipi parë i Vllaznisë. Kështu që shpresoj që të ecin përpara më shumë për veti, sesa për pjesën e publikut, sepse ata kanë dorë vetëm po futbollista dhe shpresoj që pjesën e asaj të shohin te ekipi parë. Me ndeshjen e sotme, Vllaznia Tirana mbyllur në barazim 2-2, mbyllur sezoni futbollistik 2024-2025. Kampione e Shqipërisë për këtë kategori moshash është Apolonia Fierit, Vllaznia është e 4-ta dhe Tirana mbetet e 6-ta. Ky duhet të jetë është sipas edhe informacioneve të fundit. Normalisht ka qenë nesha më e rëndësishme ujse njëshëve që është luajt Fieri Ballçi dhe kampion ka dalë Fieri sepse po të fitohet e Ballçi delte Ballçi, por janë nda barazim edhe Fieri ka qenë një pikë para. Por është një kampionat që konkurrencën të drejtë nuk është krejt e drejtë, sepse ta shohim, unë po ta shohim në përbamjen e ekipit të se një mund të kenë luajtur deri në 40 lojtarë ose 50 lojtarë që janë aktivizuar sepse janë marrë edhe nga trit edhe nga mosha U18, po ashtu edhe nga ekipi i parë. Normalisht asnjëherë nuk kena mujt me pas ekipin gjithmonë njësoj. Kurse Ballçi me Fierin janë ekipe që e vlerësojnë pak më shumë se kampionat se atë jo met me konkuru dhe normalisht i lanë neshët brava metën derisa ta kenë ekipin. Kurse ne s'kena nevojë sepse kena lojtar mjaftueshëm që mi bë neshët edhe normalisht që kena shku edhe rezultati është shumë i mirë edhe normalisht jena të kënaqur sepse po ta shohim kena aktivizuar lojtarë dhe thashë më përpara kena bën mendim për shumë lojtarë se si do të vazhdojnë ecuria aty me Akademinë Vllaznia por ashtu edhe me ekipin e parë. Profesor, dhe së fundi diçka për skuadrën e parë, Vllaznia kaloi me sukses gjysmëfinalen me Dinamon, e mundin 2-1 dhe do të luhet finalja Vllaznia Ignatia. Fillimisht për ndeshjen Vllaznia Dinamo, një kualifikim i merituar përpos polemikave shumë që kishte? Po, unë mendoj që një kualifikim i merituar sepse po ta shohim nga ana analizë normalisht e shohim që në pjesë 2 Dinamo është munduar dhe na ka vënë në presion, por po ta shohim analizën si trajner dhe si stafi drejtues normalisht e shohim që ne ishim gjithmonë sigur sepse edhe kishim edhe barazimin e normalisht që Dinamo do të më shunu 2 gola dhe prandaj ishte edhe loja e tij. Dhe mendoj që ato e menaxhuan shumë mirë dhe pavarësisht se çdo ekip mund të pasë raste veta, po kishim edhe një raste tona në pjesë 2, raste ndoshta edhe më të pasura se Dinamo, edhe kështu që mendoj që administruam mirë nesha edhe kena arrit një pikë që shpresoj që ekipi të dhapin maksimumin neshën e fundit e ta kurorëzojmë me daljen kampion, sepse mendoj që atë ditë do të jetë gjithë Shkodra në Tiranë, sepse shoh e dim se çfarë tifozërie kena. Tifozëria jonë është më e zjarta dhe kur është për kështu neshësh mendoj që do të jenë të fortë. Shumë kush profesor do që mendonte dhe dëshironte që të jetë në finale Partizani dhe jo Ignatia. Ndoshta edhe për mjedisin entuziast që mund të kishin 2 skuadrat në Stadium Arena Kombëtare, por për ju, si do që njihni mirë të dyja skuadrat, do të ishte më lehtë Partizani apo Ignatia për Vllaznin në finale? Jo, unë e them drejtën, nëse është puna tifozërive, unë e shpreha më përpara, tifozëria është lojtari i 12 dhe nëse do ta kishin Partizani, normalisht mendoj që do ta kishin më të vështirë, mendoj që me Ignatien e kena pak më të lehtë se Ignatia nuk është e Ignatia e viteve të kaluara, edhe është e Ignatia që ka humbur me çdo ekip Super League shqiptare dhe normalisht që ka bërë një sezon mirë, por nuk është e Ignatia që mund me pas frikë që mund të fitojë gjitha neshët. Kështu që edhe ne kena treguar që kena bërë neshët mirë, neshët e kampionatit janë gjitha aty sepse e kena një barazpesh si me fituar po ashtu edhe me barazime. Kështu që mendoj që jena në favor sepse do të kena një tifozëri më të madhe se Ignatia. Kurse me Partizanin e pamë edhe me Ignatin se sa vështirë kishte Ignatia për me rezistu me shënu Partizanit edhe mendoj që do të ishte kënë më vështirë. Kështu që shpresoj një ditë mirë të sportistëve, kanë bërë një kampionat mirë, kena cilësi, kena lojtarë që kanë dalë kampion, kena lojtarë që kanë fitu kupa, edhe ndoshta kjo është edhe në favorin tonë.
Në Shkodër, ambienti shkodran, tifozëria, strukturat përkatëse të klubit Vllaznia, Bashkia e Shkodrës po përgatiten për festë. Mbrëmjen e 12 majit për titullin 10 kampion të Vllaznisë. E beson Doçi një gjë të tillë? Po normalisht që e besoj, sepse po s'besume atje kohët që shkojmë në luftë, jo, po në neshe, edhe normalisht që e besoj shumë, edhe shoh gjithë, jo vetëm tifozërinë shkodrane, por duke pas parasysh që kena shumë miq edhe në gjithë Shqipërinë edhe gjithë janë gati e na urojnë, sepse pothuajse e nin edhe ato një domosdoshmëri që Vllaznia shpresoj që këtë vit ta kurorëzojnë, shpresoj që festat vazhdojnë edhe mos na nalet. Edhe i kena gjithë mundësitë edhe mendoj që me 12 majit festojmë gjithë në Shkodër edhe të ndalna gjithë në Çanë. Doçi, faleminderit. Faleminderit gazi. Suksese në vitin e ardhshëm me ekipin U21 dhe suksese Vllaznisë me titull kampion me 12 maj. Faleminderit, shpresoj.